Përshëndetje, unë jam Mesut Shabani, jenë në podcastin Mesut Shabani. Miqtë të mi, në vend që tjetë temë numër 1 e politikë bërëse shqiptarë sot në Maqedoni dhe popullatës shqiptare në Maqedoni, takimi i liderëve politik të partive të përfaqësuara në parlament, në prezencën e kryeministit të Republikës së Maqedonisë, i cili po kërkon shpëtim tash, sepse nuk i shkruhet mirë, bëhet temë kryesore diçka tjetër sonte. Gjërat e dyta që vinë në prapaskenë, në prapavi pas këtyre liderëve politik, sikur një kohë të gjatë dëmbajnë në këmbë dhe në peshë mediatike liderët politik. Kjo nuk është pritur që ndodhi me Bilal Kasamin nga Bilal Kasami, që dha deklarata, ai me kës ka qenë në skenën politike në koalicion, edhe me BDI-n ka qenë, edhe me kës ka qenë. Tha, me BDI-n asnjëherë nuk ulem në qeveri, dhe ul në tavolinë. Por, luksi me cilin ai erdhi, tregon krejt diçka tjetër. BMW-ja e Bilal Kasamit, me cilin erdhi, nxiti revoltë qytetare në rrjetet sociale, po ashtu edhe të tovarëve. Merrni me mend, miqtë e mi, qirologaria e komunës 5 vite mbetet e bllokuar, vetëm ai e di sepse ai ishte ekspert për çdo gjë. 5 vite. Pse? Vetëm ai e di. E di edhe unë, e dini edhe ju. Dikush tjetër duhet të kalojnë me cedim të hyra dhe të dalët e tatimeve. Bilal Kasami nuk mund të arsjetohet se vetura është e dikujt tjetër dhe për shfrytëzim. Komuna e Tetovës është komunë serioze dhe nuk ka vend për bosnë dheqje komunale. Nëse Bilal Kasami ka dashur të tregojë diçka tjetër dikujt tjetër, le të tregonte me punë, jo me rrugaqëri politike. 5 vite po bën që eksperti i 3 pikave nuk është bllokon zhvillimin komunale. Ai e di dhe ekipi rreth tij e din, pasyshist ekipi ekonomik i komunës. Atëherë le ta baj me shëndet poterën mediale. Tetova nuk kishte nevojë për Ramismerko 2. Çka duket në foto dhe në video? Pamje nga mbërritja e kryetarit të BE-s Bilal Kasami në një BMW 7 seri luksoze, e cila ka nxitur reagime dhe kritika në rrjetet sociale lidhur me kontrastin mes luksit politik dhe realitetit ekonomik të qytetarëve, ndërsa qytetarët përballen për çdo ditë me çmime të larta, duke filluar nga rryma, druri, pagat e ulta dhe në komunë dhe shërbime publike problematike. Kryetari i lëvizjes BE-s Bilal Kasami u shfaq në skenën politike me një BMW 7 serisë luksoze, veturë që ka vlerën në shitje mbi 150.000 euro. Ai ishte, nuk isha unë Mesut Shabani në veturë. Nuk ka se çka të arsjetohet. Kur më i dobët nuk ka qenë si politikan dhe si njeri, pas të rrugaqëri politike. Pamjet nga mbërritja e tij u shpërndar me shpejtësi në rrjetet sociale, duke nxitur reagime të ashpra dhe ironi nga qytetarët, të cilët shohin gjithnjë më shumë një ndek të thellë me stilit e jetesës së politikanëve dhe realitetin e shumicës së popullsisë. Në vend të përgjigjeve për problemin real, ekonominë, punësimin dhe standardin jetësor, vëmendja publike po devijohet nga imazhi i luksit politik, i cili për shumë kënd përfaqëson shkëputje totale nga hallet e qytetarëve. Në një kohë kur komunat e Tetovës përballen me probleme të shumta, nga infrastruktura e dëmtuar, shërbimet komunale të dobta, deri te ankesat e vazhdueshme të qytetarëve, ujë e kështu me radhë, pa pastërtia që nuk e pastruan rrugët e komunës asnjëherë me ujë teknik, jo ujë të pijes. Kryetari i komunës edhe një herësh, kryetari i lëvizjes BE-s Bilal Kasami u shfaq sot pa pritur publikisht me një BMW 7 serisë luksoze. Veturë që në treg vlerësohet mbi 150.000 euro. Pamjet e mbërritjes u përhapën me shpejtësi në rrjetet sociale, duke nxitur reagime të forta nga qytetarët e Tetovës, të cilët shohin këtë paraqitje si simbol të shkëputjes së pushtetit lokal nga realiteti i përditshëm komunal. Qytetarët pyesin se si do ta justifikojë këtë luks në një komunë ku rrugët mbeten të papastra, problemet me turinat vazhdojnë, projektet komunale shpesh vonosen ose mbesin në letër, pa zhbllokim të xhirollogarisë komunale. Në vend të rezultateve konkrete për Tetovën, imazhi i luksit në krye të komunës po kthehet në temë kryesore të debatit publik, ndërsa Tetova vazhdon të përballet me rrugë të shkatruara, me turina të pamenaxhuara dhe projekte komunale që zvarriten prej vitesh. Kryetari i komunës Bilal Kasami zgjedh të shfaqet publikisht me një BMW 7 seri luksoze. Faji është i tij. Nuk isha unë
BMW, ai dilte me bekim qokun nga ajo vetur. Dhe u bën virale këto pamje, jo për një sukses komunal, për kontrastin brutal mes luksit personal dhe realitetit e qytetarëve të Tetovës. Reagimi në rrjetet sociale janë të ashpra. Tetova pa investime, kryetari shëtit me limuzinë. Pyetja që shtrohet hapur është e thjeshtë dhe legjitime. A përfaqëson ky luks prioritetet e një kryetari komune që duhet të jetë në shërbim të qytetarëve, sepse në terren qytetarët shohin pak rezultate dhe shumë arsyetime. Në mungesë të transparencës dhe llogaritëdhënies, imazhet e tilla nuk janë thjesht paraqitje personale, ato kthehen në simbol të një pushteti lokal që duken gjithnjë e më larg halleve reale të Tetovës. Bilal Kasami, Allah të koft. Unë jam Mesut Shabani, ishit në podcastin Mesut Shabani.